Në dhjetor të vitit 1987, kur oficerët e inteligjencës shqiptare hynë në zyrën personale të Manush Myftiut, gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte kurrë. Një dosje e kuqe me vullën UM0544, e mbushur me lista të shkruara me dorë, ku çdo emër ishte i nënvizuar me ngjyrë të kuqe ose të zezë. Këto nuk ishin lista të zakonshme administrative. Ishin lista të ndalimit total. Lista ku Myftiu kishte vendosur personalisht cilat libra duhej të digjeshin, cilat këngë nuk duheshin dëgjuar kurrë, cilat filma nuk duheshin parë nga populli shqiptar. Por ajo që trondit më shumë ishte faqja e fundit e kësaj dosjeje, ku me shkrim dore, me bojë të kaltër, Myftiu kishte shkruar një listë tjetër, shumë më të errët. Lista e njerëzve që duhej të heshnin përgjithmonë. 15 emra të artistëve, shkrimtarëve dhe muzikantëve që kishin guxuar të sfidojnë cenzorin më të fuqishëm të Shqipërisë. Kush ishin këta njerëz? Çfarë kishin bërë ata që merituan të përfundonin në listën personale të Myftiut? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me ta pas asaj nate kur lista u zbulua? Sot, për herë të parë, ish oficer të sigurimit të shtetit dhe dëshmitar të atyre viteve flasin hapur për sekretet që i kanë mbajtur për 35 vjet. Ajo që do të zbuloni këtë mbrëmje do të ndryshoj gjithçka që mendonit se dinit për regjimin e Enver Hoxhës dhe për njeriun që vendoste çfarë duhej të mendonte çdo shqiptar. Manush Myftiu nuk lindi si cenzor. Ai lindi në një fshat të vogël pranë Gjirokastrës, në vitin 1925, në një familje të thjesht fshatare që mezi arrinte të ushqente fëmijët e saj. Babai i tij ishte bujk, nëna punonte në arat e të tjerëve për disa lekë në muaj. Por Myftiu kishte diçka që shumë fëmijë të tjerë nuk e kishin. Ai kishte një kujtesë fotografike të jashtëzakonshme dhe një aftësi për të mësuar gjuhë të huaja me një shpejtësi që i habite edhe mësuesit e tij. Në moshën 15 vjeç, ai fliste rrjedhshëm shqip, italisht, rusisht dhe kishte filluar të mësonte frëngjisht nga librat e vjetra që gjente në bibliotekën e qytetit. Kjo aftësi e tij e çuditshme nuk kaloi pa u vënë re. Në vitin 1943, kur Shqipëria ishte nën okupimin italian, Myftiu u rekrutua nga lëvizja partizane pikërisht për shkak të njohurive të tij gjuhësore. Ai përkthente dokumente të kaplura nga italianët, dëgjonte transmetimet radio dhe raportonte çdo lëvizje të armikut. Por ajo që e bëri Myftiun vërtet të vlefshëm për partinë nuk ishte vetëm aftësia e tij për të përkthyer. Ishte aftësia e tij për të kuptuar se çfarë informacioni duhej të mbahej sekret dhe çfarë duhej të shpërndahej. Ai kuptoi që kontrolli i informacionit ishte më i fuqishëm se çdo armë. Dhe kjo kuptim do ta bënte atë njeriun më të frikshëm në historinë kulturore të Shqipërisë. Pas çlirimit, Myftiu u dërgua në Moskë për të studiuar në Institutin e Arteve. Atje, ai pa me sytë e tij se si Bashkimi Sovjetik kontrollonte çdo aspekt të jetës kulturore. Ai mësoi se si një regjim mund të formsojë mendjen e një populli duke kontrolluar çfarë lexojnë, çfarë dëgjojnë, çfarë shohin. Ai mori shënime të hollësishme për metodat sovjetike të censurës, për mënyrën se si Partia Komuniste vendoste cilat vepra artistike ishin progresive dhe cilat ishin dekadente. Kur u kthye në Shqipëri në vitin 1952, Myftiu nuk ishte më thjesht një përkthyes i talentuar. Ai ishte një ideolog i formuar, i bindur se kultura duhej të ishte një mjet në duart e partisë. Dhe Enveri e kuptoi këtë menjëherë. Në vitin 1954, Myftiu u emërua zëvendës ministër i arsimit dhe kulturës. Në atë pozicion, ai filloi të ndërtojë atë që do të bëhej sistemi më i rrept i censurës në të gjithë Evropën lindore. Por çfarë e bëri Myftiun kaq të ndryshëm nga cenzorët e tjerë komunistë? Çfarë e shtyu atë të shkojë më larg se çdo regjim tjetër në kontrollimin e mendjes së popullit? A ishte thjesht besnikëri ndaj partisë, apo kishte diçka më të thellë, më personale, që e shtyu atë të shkatërrojë çdo gjurmë të lirisë artistike në Shqipëri? Në vitin 1956, Myftiu krijoi atë që ai e quajti Komisioni i Vlerësimit Ideologjik të Veprave Artistike. Emri tingëllonte burokrat dhe i pafajshëm, por në realitet ishte një makineri e frikshme që do të vendoste fatin e çdo artisti, shkrimtari dhe muzikanti në Shqipëri për 4 dekadat e ardhshme. Komisioni përbëhej nga 12 anëtar, të gjithë të zgjedhur personalisht nga Myftiu, dhe secili prej tyre kishte një detyrë specifike. Disa merreshin me literaturën, të tjerë me muzikën, të tjerë me kinematografinë.
por vendimi final për çdo vepër kalonte gjithmonë nëpër duart e myftiut. Ai lexonte çdo libër që propozohej për botim, dëgjonte çdo këngë që duhej të transmetohej në radio, shikonte çdo film që duhej të shfaqej në kinema. Dhe në çdo rast, ai vendoste me një shënim të thjeshtë në dosje. Ngjyra e kuqe nënkuptonte i lejuar me ndryshime. Ngjyra e zezë nënkuptonte i ndaluar përgjithmonë. Por kishte edhe një ngjyrë të tretë, më të rrallë dhe më të frikshme. Ngjyra blu. Kjo ngjyrë nënkuptonte jo vetëm që vepra ishte e ndaluar, por që autori i saj duhej të hetohej nga sigurimi i shtetit. Shumë prej atyre që morën shënimin blu nuk u pan më kurrë në publik. Imagjinoni një mëngjes të zakonshëm në Tiranën e vitit 1960. Një shkrimtar i ri, i quajtur Petrit Dume, zgjohej me shpresën se libri i tij i poezive do të miratohej për botim. Ai kishte punuar për atë libër për 3 vjet, kishte shkruar e rishkruar çdo varg, duke u siguruar që asgjë nuk ishte ideologjikisht e dyshim. Ai shkoi në zyrën e komisionit, ku një sekretare e ftoi të ulej dhe të priste. Pas gjysmë ore, ajo i dha një zarf të bardhë. Brenda zarfit ishte një letër e shkurtër, e nënshkruar nga Myftiu personalisht. Vepra juaj nuk përputhet me linjën ideologjike të partisë. Botimi refuzohet. Dorëshkrimi do të arkivohet. Petrit Dume nuk pyeti asgjë. Ai dinte se pyetjet nuk lejoheshin. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se dorëshkrimi i tij nuk do të arkivohej thjesht. Ai do të digjej bashkë me qindra dorëshkrime të tjera në një incinerator sekret që ndodhej në bodrumin e Ministrisë së Brendshme. Dhe emri i Dumes do të shënohej në një listë tjetër, listën e atyre që nuk duhej të lejonin të botonin më kurrë. Por pse Myftiu ishte kaq i pamëshirshëm? Çfarë e bënte atë të besonte se çdo fjalë, çdo notë muzikore, çdo imazh duhej të kontrollohej me kaq rreptësi? A ishte thjesht frika nga Enveri, apo kishte diçka më të thellë që e motivonte atë? Për herë të parë në 35 vjet, një nga ish antarët e Komisionit të Vlerësimit Ideologjik pranon të flasë para kamerave. Emri i tij është Agim Shehu dhe ai ishte përgjegjës për vlerësimin e muzikës së lehtë dhe të muzikës popullore. Ajo që ai na tregon për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Myftiut dhe Enverit deri te planet e dëshpëruara për të fshehur provat e censurës, deri te momenti kur ata kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Shehu tregon se Myftiu nuk ishte thjesht një ekzekutues i urdhrave të partisë. Ai ishte një besimtar i vërtetë. Ai besonte me çdo qelisë të trupit të tij se kultura perëndimore ishte një helm që po helmonte mendjen e rinisë shqiptare. Ai besonte se xhinset, muzika rock, filmat amerikan, madje edhe muzika klasike perëndimore ishin armë ideologjike që synonin të shkatërronin socializmin. Dhe ai ishte i vendosur ta ndalonte këtë invazion kulturor me çdo kusht. Por ajo që Shehu zbulon më tej është edhe më shokuese. Myftiu nuk vepronte vetëm. Ai kishte një rrjet informatorësh në çdo qytet të Shqipërisë. Mësues, bibliotekist, drejtor teatrosh, madje edhe fëmijë që raportojnë nëse prindërit e tyre dëgjonin radio të huaja. Çdo raport arrinte në zyrën e Myftiut dhe ai vendoste se çfarë duhej të bëhej. Ndonjëherë ishte një paralajmërim i thjeshtë. Ndonjëherë ishte një gjobë. Por shpesh ishte diçka shumë më e keqe. Në vitin 1968, Myftiu mori një vendim që do të tronditë të gjithë botën kulturore shqiptare. Ai vendosi të ndalojë jo vetëm veprat e reja që konsideroheshin dekadente, por edhe veprat klasike që ishin botuar më parë. Biblioteka Kombëtare mori urdhër të hiqte nga raftet mijëra libra. Veprat e Shakespearit, Goethes, Tolstoit, madje edhe disa vepra të shkrimtarëve shqiptar të shekullit të 19 u konsideruan ideologjikisht të dëmshme. Por ndalimi më i çuditshëm dhe më simbolik ishte ndalimi i muzikës së Mozartit. Po, keni dëgjuar mirë. Wolfgang Amadeus Mozart, kompozitori më i dashur i muzikës klasike, u ndalua në Shqipëri me urdhër personal të Manush Myftiut. Arsyeja? Sipas një shënimi në dosjen e tij, Myftiu shkroi: "Muzika e Mozartit promovon individualizëm dhe hedonizëm burgjez. Ajo largon punëtorin nga idealet kolektive të socializmit." Kjo vendim ishte kaq absurde sa edhe disa antar të komisionit u habitën. Por askush nuk guxoi të kundërshtoj. Sepse të kundërshtosh Myftiun nënkuptonte të kundërshtosh Enverin.
Dhe kjo nënkuptonte fund karriere në rastin më të mirë. Në rastin më të keq nënkuptonte diçka shumë më të errët. Por si arriti Myftiu të mbante këtë kontroll absolut për kaq shumë vite? Si arriti ai të bindë një popull të tërë se kultura duhej të ishte e kontrolluar nga shteti? Përgjigjja qëndron në një sistem të sofistikuar propagande që ai ndërtoi me kujdes. Myftiu nuk thoshte kur hapur se po censuronte. Ai e paraqiste veten si një mbrojtës të kulturës së vërtet shqiptare. Ai organizonte konferenca ku fliste me pasion për rrezikun e imperializmit kulturor. Ai shkruante artikuj në gazetën Zëri i Popullit ku shpjegonte se pse disa vepra ishin të dëmshme për ndërtimin e njeriut të ri socialist. Dhe ai e bënte këtë me një gjuhë kaq bindëse, me një retorik kaq të fuqishme, sa shumë njerëz filluan ta besonin. Ai krijoi një gjeneratë të tërë shqiptarësh që besonin se liria artistike ishte një luks burgjeze, se individualiteti ishte një mëkat, se konformizmi ishte virty. Por a e besonte Myftiu vërtet atë që thoshte, apo ishte thjesht një manipulator i zgjuar që përdorte ideologjinë për të mbajtur pushtetin? Kjo pyetje do të na shoqërojë gjatë gjithë kësaj historie. Në vitin 1970, Myftiu arriti në kulmin e pushtetit të tij. Ai u emërua zëvendës kryeministër duke mbajtur ende kontrollin mbi arsimin dhe kulturën. Në atë pozicion, ai kishte akses në çdo aspekt të jetës shqiptare. Ai vendoste çfarë mësonin fëmijët në shkolla, çfarë shikonin në kinema, çfarë dëgjonin në radio, çfarë lexonin në gazeta. Ai ishte, në të vërtetë, inxhinieri i mendjes kolektive shqiptare. Por me pushtetin erdhi edhe luksi. Dhe këtu fillojmë të shohim një kontrast të frikshëm midis jetës së Myftiut dhe jetës së atyre që ai kontrollonte. Ndërsa një punëtor i thjesht në Tiranë fitonte rreth 3.000 lekë në muaj, Myftiu kishte akses në dyqane speciale ku mund të blinte produkte të importuara nga perëndimi. Ndërsa familjet shqiptare jetonin në apartamente të vogla komunale, Myftiu kishte një vilë private në Dajt me pamje nga gjithë qyteti. Ndërsa populli nuk mund të dëgjonte muzikë perëndimore, Myftiu kishte një koleksion privat të pllakave të vinileve, të fshehura në një dhomë të veçantë në shtëpinë e tij. Po, keni dëgjuar mirë. Njeriu që ndaloi Mozartin për popullin shqiptar dëgjonte Mozartin në privat. Njeriu që dogji librat e Hemingwayit kishte një kopje të Përkëbie Këmborja në bibliotekën e tij personale. Ky hipokrizi nuk ishte e pazakontë në regjimin komunist, por në rastin e Myftiut, ajo ishte veçanërisht e dhimbshme. Sepse ai nuk ishte thjesht një burokrat që zbatonte urdhra. Ai ishte arkitekti i sistemit. Ai kishte zgjedhur vetë të ndërtojë këtë burg kulturor. Dhe ndërkohë që populli vuante në errësirë, ai gëzonte frutat e asaj që kishte ndaluar për të tjerët. Por jo të gjithë në aparatin e pushtetit ishin dakord me metodat e Myftiut. Kishte një njeri, një antar i lartë i byros politike, që filloi të shqetësohej për pasojat afatgjata të censurës totale. Emri i tij ishte Ramiz Alia dhe ai do të luante një rol kyç në ngjarjet që do të vinin. Por në vitet e 70, Alia ishte ende një figurë dytësore dhe nuk kishte fuqinë të sfidonte Myftiun hapur. Megjithatë, sipas dëshmive të ish zyrtarëve, Alia shpesh ngrite shqetësime në mbledhjet e byros politike. Ai argumentonte se izolimi kulturor po krijonte një gjeneratë të tërë që nuk kishte asnjë kontakt me botën e jashtme, dhe se kjo mund të ishte e rrezikshme për stabilitetin afatgjat të regjimit. Por Enveri gjithmonë e mbështeste Myftiun. Për Enverin, kontrolli kulturor nuk ishte thjesht një mjet politik. Ishte një obsesion personal. Ai besonte se Shqipëria duhej të ishte një kala e socializmit, e paprekur nga ndikimi i botës kapitaliste. Dhe Myftiu ishte njeriu që e bënte këtë vizion realitet. Por çfarë do të ndodhte kur Enveri do të vdiste? Çfarë do të ndodhte me Myftiun kur mbrojtësi i tij më i madh nuk do të ishte më atje? A do të arrinte ai të mbijetonte në një Shqipëri pa Enverin? Apo do të bëhej ai vetë një viktimë e sistemit që kishte ndërtuar? Në vitin 1985, Enver Hoxha vdiq. Dhe me vdekjen e tij, filloi një periudhë e pasigurisë për të gjithë ata që kishin qenë në qendër të pushtetit. Ramiz Alia u bë sekretar i parë i partisë dhe shumë prisnin që ai të fillonte një proces reformash. Por Alia ishte i kujdesshëm. Ai e dinte se çdo lëvizje e shpejtë mund të shkaktonte një reagim të dhunshëm nga konservatorët e partisë. Dhe Myftiu ishte një nga konservatorët më të fuqishëm. Në vitet e para pas vdekjes së Enverit, Myftiu vazhdoi të mbante kontrollin e plotë mbi kulturën.
Ai refuzoi çdo propozim për lehtësim të censurës. Ai argumentonte se armiqtë e jashtëm po përpiqeshin të shfrytëzonin vdekjen e Enverit për të destabilizuar Shqipërinë dhe se kontrolli kulturor duhej të ishte më i rreptë se kurrë. Por brenda aparatit të pushtetit po ndodhte diçka. Po formohej një grup i vogël zyrtarësh që besonin se regjimi nuk mund të vazhdonte në të njëjtën mënyrë. Ata nuk ishin disidentë. Ata nuk donin të rrëzonin socializëm. Por ata besonin se duhej të kishte disa reforma, disa hapje, ndryshe Shqipëria do të mbetej përgjithmonë e izoluar dhe e varfër. Dhe Myftiu ishte pengesa kryesore për çdo reformë. Sepse ai kontrollonte jo vetëm kulturën, por edhe arsimin. Ai kontrollonte çfarë mësonin fëmijët, çfarë mendonin të rinjt, çfarë besonin intelektualët. Dhe pa një ndryshim në këtë fushë, çdo reformë tjetër do të ishte e kohë. Me një javë përpara vdekjes së tij, Myftiu pati një takim sekret që nuk u shfaq në asnjë protokoll zyrtar. Një emisar i huaj u ul natën, kaloi një orë në zyrën presidenciale dhe u largua pa përshëndetur askën. Dëshmitarët thonë se pas asaj bisede, Myftiu doli nga zyra i zbeth si dëbora. Çfarë ju tha atij atë natë? A ju ofrua egzil apo ju lexua një dënim tragjik? Kush ishte ai njeri? Një agent i KGB-s, një i dërguar i CIA-s apo dikush shumë më i fuqishëm? Sipas burimeve të sigurimit të shtetit, emisari ishte një diplomat rus që kishte ardhur me një mesazh të qartë nga Moska. Bashkimi Sovjetik po ndryshonte. Gorbachev kishte filluar politikën e glasnost dhe perestroikës. Dhe Moska po u bënte presion vendeve të tjera socialiste të ndiqnin të njëjtën rrugë. Mesazhi për Myftiun ishte i thjeshtë, ose ai do të pranonte reforma, ose do të largohej. Por Myftiu nuk ishte njeri që pranonte kërcënime. Ai kishte kaluar gjithë jetën duke ndërtuar një sistem kontrolli absolut dhe nuk kishte ndërmend ta shkatëronte atë vetë. Ai u përgjigj emisarit se Shqipëria nuk ishte Bashkimi Sovjetik, se Shqipëria kishte rrugën e saj dhe se ai do të vazhdonte të mbrojë vlerat socialiste deri në fund. Por a e besonte vërtet këtë, apo ishte thjesht një akt i dëshpërimit? A e dinte ai se fundi po afrohej dhe po përpiqej të mbante kontrollin sa më gjatë që të mundej? Pas asaj takimi, Myftiu filloi të ndryshonte sjelljen e tij. Ai u bë më i mbyllur, më paranojak. Ai filloi të kontrolloj edhe më shumë se më parë. Ai urdhëroi që të gjitha bibliotekat të inspektoheshin përsëri, që të gjitha shkollat të raportonin çdo muaj për aktivitete të dyshimta, që të gjitha teatrot të paraqisnin planet e tyre për miratim personal nga ai. Ishte sikur ai po përpiqej të mbante kontrollin duke e shtrënguar edhe më shumë. Por sa më shumë ai shtrëngonte, aq më shumë njerëzit filluan të rezistonin. Jo hapur, por në heshtje. Mësuesit filluan të flisnin me studentët për libra që zyrtarisht ishin të ndaluar. Artistët filluan të krijonin vepra që ju shmangën censurës duke përdorur metafora dhe simbole. Shkrimtarët filluan të shkruanin për të ardhmen duke nënkuptuar një të ardhme pa Myftiun dhe Myftiu e ndjeu këtë. Ai e ndjeu se po humbte kontrollin. Dhe kjo e bëri atë edhe më të rrezikshëm. Sepse një cenzor që ndjen se po humbet kontrollin është gati të bëjë gjithçka për ta rimarrë atë. Edhe gjërat më të tmerrshme. A e dinte Myftiu se koha e tij po mbaronte? A kishte ai një plan për të mbijetuar në një Shqipëri që po ndryshonte? Apo ishte ai kaq i verbuar nga pushteti sa nuk mund të shihte se muri po rrëzohej? Këto pyetje do të na shoqërojnë ndërsa vazhdojmë të zbulojmë historinë e njeriut që ndaloi Mozartin, njeriut që dogji librat, njeriut që vendosi se çfarë duhej të mendonin shqiptarët për 4 dekada. Dhe ndërsa po afrohemi te vitet e fundit të regjimit, do të shohim se si Myftiu u përball me realitetin që sistemi i tij po shkatërrohej dhe se si ai u përpoq deri në fund të mbante kontrollin mbi atë që ai e konsideronte misionin e tij të shenjtë, mbrojtjen e kulturës socialiste nga helmi perëndimor. Por çfarë ndodhi me të në ato ditë të fundit? Çfarë ndodhi me dosjet e tij, me listat e tij, me sekretet e tij? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me njerëzit që ishin në listën e tij të zezë, listën e atyre që duhej të heshnin përgjithmonë? Deri në çastin e fundit kam besuar se do të shpëtonim, thot një ish oficer i gardës personale të Manush Myftiut, duart ende duke i rrahur pas 35 vjetësh. Çfarë dinte ky njeri që ne nuk e dim? Këtë mbrëmje, 3 ish antar të rrethit të brendshëm të sigurimit të shtetit flasin për herë të parë për sekretet që i kanë mbajtur për dekada të tëra. Zbulimi i tyre do të ndryshojë gjithçka që mendoni se dini për ditët e fundit të regjimit.
Njëri prej tyre, i cili kërkon të mbetet anonim, tregon se Myftiu nuk ishte thjesht një ekzekutues i urdhrave të partisë. Ai ishte një njeri i coptuar nga frika dhe paranoja, një njeri që në dhomën e tij private mbante një revolet të ngarkuar nën jastëk, një njeri që çdo natë kontrollonte 2 herë nëse dera ishte e kyçur. Por çfarë e trembte kaq shumë Myftiun? Nga kush po fshihej ai? Dhe pse, në muajt e fundit të jetës së tij, ai filloi të shkruante një ditar që askush nuk duhej ta lexonte kurrë? Ky diar, i zbuluar vetëm në vitin 2005 në një arkiv sekret në Tiranë, përmban faqe të tëra ku Myftiu shkruan për frikën e tij më të madhe, jo nga populli, jo nga armiqtë e jashtëm, por nga dikush brenda rrethit të tij më të ngushtë. Dikush që ai e quante vetëm me inicialet RA dhe për të cilin shkruante, ai po pret momentin. Ai po bën lojën e tij. Unë e di, por nuk mund ta ndaloj. Kush ishte ky RA? Çfarë loje po luante ai? Dhe pse Myftiu, njeriu më i fuqishëm në fushën e kulturës shqiptare, ndjehej kaq i pafuqishëm përballë tij? Në vitin 1988, Myftiu mori një vendim që do të tregonte se sa thellë kishte rënë në paranojë. Ai urdhëroi krijimin e një njësie të re brenda sigurimit të shtetit, një njësi që nuk kishte emër zyrtar, por që brenda aparatit quhej Grupi i Verifikimit të Besnikërisë Kulturore. Kjo njësi përbëhej nga 8 oficer të zgjedhur personalisht nga Myftiu dhe detyra e tyre ishte të monitoronin jo publikun e gjerë, por vetë punonjësit e Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit. Po, keni dëgjuar mirë. Myftiu kishte filluar të spiononte njerëzit e tij. Ai nuk i besonte më as atyre që ai vetë kishte emëruar. Çdo mbledhje e stafit regjistrohej në fshehtësi. Çdo bisedë private në korridoret e ministrisë dëgjohej nga mikrofon të fshehur. Çdo letër që shkruhej nga një zyrtar kalonte nëpër duart e grupit para se të arrinte në destinacion. Dhe raportet e kësaj njësie shkonin direkt te Myftiu, pa kaluar nëpër asnjë nivel tjetër. Por çfarë po kërkonte ai? Çfarë po i trembte kaq shumë sa nuk i besonte më as njerëzve të tij? Përgjigjja qëndron në një raport të datës 25 shkurt 1988, ku një oficer i grupit shkruan: Zëvendës ministri Agim Shehu është vërejtur duke biseduar me ambasadorin rus për mundësinë e reformave kulturore. Biseda ka zgjatur 35 minuta. Shehu ka përmendur emrin tuaj 3 herë, por nuk kemi arritur të dëgjojmë kontekstin e plotë. Kur Myftiu lexoi këtë raport, ai e kuptoi menjëherë. Tradhtia nuk po vinte nga jashtë. Ajo po vinte nga brenda. Dhe njeriu që ai kishte besuar më shumë se kushdo tjetër, Agim Shehu, po luante një lojë të rrezikshme. Por kush ishte vërtet Agim Shehu? Dhe pse ai, një njeri që kishte shërbyer besnikërisht në Komisionin e Vlerësimit Ideologjik për 20 vjet, po fillonte të dyshonte në sistemin që ai vetë kishte ndihmuar të ndërtonte? Shehu ishte lindur në Shkodër në vitin 1938, në një familje intelektuale që kishte pësuar shumë gjatë viteve të para të regjimit. Babai i tij, një mësues i gjuhës frënge, ishte arrestuar në vitin 1951 me akuzën e propagandës perëndimore dhe kishte kaluar 10 vjet në kampin e Burrelit. Shehu kishte vetëm 13 vjeç kur babai i tij u arrestua, dhe ai mësoi shpejt se mbijetesa në Shqipërinë e Enverit kërkonte jo vetëm heshtje, por edhe bashkëpunim aktiv me regjimin. Ai u bë antar i rinisë komuniste, u dallua për zell ideologjik dhe në moshën 25 vjeç u rekrutua nga Myftiu personalisht për të punuar në komision. Por gjatë gjithë atyre viteve, Shehu mbante një sekret që askush nuk e dinte. Ai kishte ruajtur disa nga librat e babait të tij, libra të ndaluar që ai lexonte natën në fshehtësi me dritën e një llambe të vogël. Ai kishte lexuar Camus, Sartre, Orwell, Kafka. Ai kishte kuptuar se bota që Myftiu po ndërtonte ishte një gënjeshtër e madhe. Por ai kishte zgjedhur të luante lojën, të mbijetonte, të priste momentin e duhur. Dhe tani, në vitin 1988, ai ndjeu se momenti po afrohej. Imagjinoni një mbrëmje të ftohtë të janarit në vitin 1989. Shehu ulet në zyrën e tij, pas një dite të gjatë ku ka dëgjuar 10 këngë të reja që duhet të vlerësoj për transmetim në radio. Ai është i lodhur, por nuk mund të flejë. Ai di se Myftiu e ka në sy. Ai di se çdo lëvizje e tij po monitorohet. Por ai di edhe diçka tjetër. Ai di se Myftiu po dobësohet. Ai e ka parë në mbledhjet e fundit. Myftiu po bëhet më i nervozshëm, më i padurueshëm, më i dhunshëm në reagimet e tij.
Ai po bërtet me zëvendësit e tij për gjëra të vogla. Ai po refuzon të dëgjojë këshilla. Ai po mbyllet në vetvete. Dhe shehu e di se kjo është shenja e fundit. Kur një diktator fillon të humbas kontrollin mbi veten, ai po humb kontrollin mbi gjithçka. Shehu hap një sirtar të fshehtë në zyrën e tij dhe nxjerr një flet letre. Ai fillon të shkruajë një letër drejtuar Ramiz Alis, sekretarit të parë të partisë. Në atë letër, ai shkruan diçka që askush nuk ka guxuar ta shkruajë kurrë. Shoku Ramiz, sistemi i censurës totale që ne kemi ndërtuar po shkatëron Shqipërinë. Ne po krijojmë një gjenerat që nuk di asgjë për botën. Ne po izolojmë veten nga historia. Nëse nuk ndryshojmë, ne do të vdesim. Ai e nënshkruan letrën, e fut në një zarf dhe e fshin në xhaketën e tij. Por ai nuk e dërgon menjëherë. Ai pret. Ai di se duhet të zgjedh momentin e duhur. Sepse nëse e dërgon shumë herët, Myftiu do ta zbulojë dhe do ta shkatërrojë. Por nëse pret shumë vonë, do të jetë tepër vonë për të shpëtuar gjithçka. Por ndërkohë që shehu po planifikonte lëvizjen e tij, Myftiu po planifikonte diçka shumë më të errët. Në mars të vitit 1989, ai thiri një mbledhje sekrete me 5 oficerët më të lartë të sigurimit të shtetit. Mbledhja u mbajt jo në ministri, por në vilën e tij private në Dajt, larg veshëve të kurreshëm. Ajo që u diskutua në atë mbledhje nuk u regjistrua kurrë zyrtarisht, por një nga pjesëmarrësit, i cili më vonë iku nga Shqipëria dhe jeton sot në Itali, ka treguar detaje të frikshme. Myftiu u tha oficerëve se ai kishte zbuluar një rrjet tradhtarësh brenda Ministrisë së Kulturës. Ai tha se këta tradhtarë po punonin me forca të huaja për të minuar regjimin. Ai tha se duhej të veprohej menjëherë para se të ishte tepër vonë. Dhe pastaj ai nxori një listë. Një listë me 15 emra. Emra të njerëzve që ai kishte punuar me ta për dekada. Emra të njerëzve që ai kishte besuar. Dhe në krye të asaj liste ishte emri i Agim Shehut. Oficerët u habitën. Disa prej tyre e njihnin Shehun personalisht. Ata e dinin se ai ishte një nga njerëzit më besnik të Myftiut, por Myftiu ishte i vendosur. Ai tha se kishte prova, se kishte dëgjuar biseda, se kishte lexuar letra. Dhe ai urdhëroi që të gjithë ata që ishin në listë të arrestoheshin brenda një jave. Por kishte një problem. Për të arrestuar një zyrtar të lartë si Shehu, Myftiu kishte nevojë për miratimin e Ramiz Alis. Dhe Alia nuk ishte i sigurt nëse donte ta jepte atë miratim. Në atë moment kritik, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Në prill të vitit 1989, muri i Berlinit filloi të tundej. Lëvizjet demokratike në Poloni, Hungari, Çekoslovaki po marrin forcë. Dhe lajmet, edhe pse të censuruara, po arrinin në Shqipëri. Njerëzit po fillonin të flisnin në fshehtësi. Po fillonin të shpresonin. Dhe Ramiz Alia e kuptoi se nëse ai nuk vepronte shpejt, Shqipëria do të shpërthente. Ai thiri Myftiun në një takim privat dhe i tha diçka që Myftiu nuk e kishte dëgjuar kurrë nga një lider i partisë. Shoku Manush, koha e censurës totale ka mbaruar. Ne duhet të hapemi. Ne duhet të reformojmë. Nëse nuk e bëjmë, ne do të humbim gjithçka. Myftiu u përgjigj me zemërim. Ai tha se çdo reformë do të ishte një tradhtim ndaj Enverit, një tradhtim ndaj socializmit, një tradhtim ndaj gjithçkaje që ata kishin ndërtuar. Por Alia nuk u tërhoq. Ai i tha Myftiut se vendimi ishte marrë, se byro politike kishte votuar, se procesi i reformave do të fillonte me apo pa pëlqimin e tij. Dhe pastaj ai i tha diçka që e goditi Myftiun si një goditje në stomak, dhe sa i përket listës tënde, Manush, ajo nuk do të ekzekutohej kurrë. Agim Shehu dhe të tjerët janë nën mbrojtjen time. Nëse ti prek njërin prej tyre, ti do të përballen me pasoja. Myftiu doli nga ai takim i shkatëruar. Ai e kuptoi se kishte humbur. Ai e kuptoi se pushteti i tij po shkatërrohej. Dhe ai e kuptoi se njeriu që ai kishte konsideruar si tradhtarin më të madh, Agim Shehu, ishte tani i mbrojtur nga vetë sekretari i parë i partisë. Por historia nuk mbaroi atje. Sepse Myftiu nuk ishte njeri që dorëzohej lehtë. Ai vendosi se nëse nuk mund të arreste Shehun zyrtarisht, ai do ta shkatërronte atë në mënyra të tjera. Ai filloi të përhapte thashë theme për Shehun brenda aparatit. Ai filloi të shkruante raporte ku e akuzonte atë për korrupsion, për marrëdhënie të papërshtatshme, për lidhje me agent të huaj.
Ai u përpoq të krijonte një atmosferë ku shehu do të ishte i izoluar, i përjashtuar, i shkatëruar moralisht edhe nëse nuk mund të arrestohej fizikisht. Por shehu nuk ishte më i njëjti njeri i friksuar që kishte qenë dikur. Ai kishte mbështetjen e Alice. Ai kishte mbështetjen e një grupi në rritje të zyrtarëve që donin reforma. Dhe ai kishte diçka tjetër, diçka që Myftiu nuk e kishte më, shpresën. Ai besonte se ndryshimi po vinte, se dita kur Shqipëria do të hapej po afrohej, se koha e Myftiut po mbaronte. Dhe ai kishte të drejtë. Sepse në nëntor të vitit 1989, muri i Berlinit ra. Dhe me rënien e tij, filloi fundi i të gjithë regjimeve komuniste në Evropën lindore. Shqipëria ishte e fundit që do të binte, por rënia ishte e pashmangshme. Dhe Myftiu e dinte këtë. Ai e dinte se ditët e tij ishin të numëruara. Por çfarë bëri ai në ato ditë të fundit? A u dorëzua ai, apo u përpoq deri në fund të mbante kontrollin? Dhe çfarë ndodhi me dosjet e tij, me listat e tij, me sekretet e tij që ai kishte mbajtur për kaq shumë vite? Në dhjetor të vitit 1989, Myftiu u sëmur. Sipas raporteve mjekësore zyrtare, ai vuante nga një sëmundje e zemrës që kishte qenë e fshehur për vite. Por disa nga ata që ishin afër tij thonë se sëmundja e tij nuk ishte vetëm fizike. Ai po shkatërrohej nga brenda. Ai po hante nga faji, nga frika, nga kuptimi se gjithçka që ai kishte ndërtuar po shkatërrohej. Ai kalonte ditë të tëra në shtëpi, duke refuzuar të takonte njerëz, duke refuzuar të shkonte në zyrë. Ai ulej në bibliotekën e tij private, të rrethuar nga librat që ai kishte ndaluar për të tjerët, dhe lexonte. Çfarë lexonte ai në ato ditë të fundit? Apo kërkonte ai ngushëllim në veprat që ai kishte censuruar? Apo kërkonte ai përgjigje për pyetjet që e mundonin? Apo po përpiqej thjesht të harronte, të ikë nga realiteti që po e rrethonte? Një nga shërbyesit e tij, një grua e moshuar që kishte punuar në shtëpinë e tij për 20 vjet, tregon se në një nga ato ditë, ajo e gjeti Myftiun duke qarë në bibliotekë, duke mbajtur në duar një kopje të vjetër të Requiem të Mozartit. Po, të njëjtit Mozart që ai kishte ndaluar për popullin shqiptar. Ajo pyeti nëse ai ishte mirë, dhe ai u përgjigj me një zë të thyer: "Unë kam bërë një gabim të madh. Unë kam privuar një popull të tërë nga bukuria. Dhe tani është tepër vonë për të ndreqë." A ishte ky një moment i vërtet pendimi, apo thjesht një moment dobësie në një njeri që po vdiste? Ne nuk do ta dim kur me siguri. Por ajo që dim është se pak ditë pas asaj bisede, Myftiu u shtri në spital. Dhe ai nuk u ngrit më kurrë. Manush Myftiu ndërroi jetë në janar të vitit 1997, në moshën 72 vjeç. Vdekja e tij nuk u shënua me ceremoni të mëdha. Nuk pati fjalime madhështore. Nuk pati varreza shtetërore. Regjimi që ai kishte shërbyer me kaq zell kishte rënë 6 vjet më parë, dhe askush nuk donte të kujtonte njeriun që kishte qenë simboli i censurës më të egër në historinë e Shqipërisë. Por çfarë ndodhi me dosjet e tij? Çfarë ndodhi me listat e tij të zeza, me raportet e tij sekrete, me të gjitha ato dokumente që ai kishte grumbulluar gjatë 4 dekadave? Kjo është një histori që do të vazhdoj të na mahnis dhe të na trondit, sepse sekretet e Manush Myftiut nuk vdiqen me të. Ato jetojnë ende, të fshehura në arkiva, të mbyllura në dosje, duke pritur të zbulohen. Dhe çdo zbulim i ri na tregon diçka të re për njeriun që vendosi se çfarë duhej të mendonin shqiptarët, njeriun që ndaloi Mozartin, njeriun që dogji librat, njeriun që besonte se kultura duhej të ishte një mjet në duart e pushtetit. A ishte ai një besimtar i vërtet, apo një manipulator i ftohtë? A ishte ai një viktimë e sistemit që ai vetë kishte ndërtuar, apo një arkitekt i vetëdijshëm i një burgu kulturor? Këto pyetje do të vazhdojnë të na shoqërojnë ndërsa vazhdojmë të zbulojmë të vërtetën për Manush Myftiun dhe për trashëgiminë e tij të errët. Imagjinoni se jeni një nga 12 njerëzit që dinin gjithçka për Myftiun, çdo sekret mjekësor, çdo plan evakuimi, çdo tunel të fshehur nën Tiranë. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të ruani besnikërinë tuaj ose të shpëtoni jetën tuaj. Në 22 dhjetor të vitit 1989, këta njerëz bën zgjedhjen që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë i shtyu ata të tradhtojnë shefin e tyre suprem? Përgjigjja qëndron në një dokument që u zbulua vetëm në vitin 2017, në një arkiv sekret në bodrumin e Ish-Ministrisë së Brendshme.
Një dokument me vullën UM0544 i shkruar me bojë të kuqe, ku muftiu kishte listuar jo vetëm emrat e atyre që duhej të heshtnin, por edhe emrat e atyre që ai konsideronte si rrezik për misionin. Dhe në krye të asaj liste ishte një emër që askush nuk e kishte pritur, mjeku i tij personal, Dr. Petro Marko. Pse mjeku që e kishte trajtuar për 20 vjet ishte bërë pa pritur armiku më i madh i muftiut? Çfarë kishte zbuluar doktori që e bëri atë kaq të rrezikshëm? Dhe si arriti ai të mbijetoj kur të gjithë të tjerët në atë listë u zhdukën pa gjurmë? Dr. Petro Marko ishte një nga njerëzit më të heshtur në aparatin e pushtetit. Ai kishte lindur në Korçë në vitin 1928, kishte studiuar mjeksi në Moskë dhe ishte kthyer në Shqipëri në vitin 1955 me një specializim në kardiologji. Në vitin 1962, ai u emërua mjek personal i Manush Muftiut, një pozicion që e bëri atë njërin nga njerëzit më të informuar për gjendjen e vërtet shëndetësore të njeriut që kontrollonte kulturën shqiptare. Dhe ajo që ai zbuloi gjatë atyre viteve ishte shokuese. Muftiu nuk ishte njeriu i fortë dhe i shëndetshëm që shfaqej në publik. Ai vuante nga një sëmundje kronike e zemrës që kishte filluar që në vitet e 60. Ai merrte çdo ditë një koktejl ilaçesh që përfshinte nitroglicerin për dhimbjet e gjoksit, diazepam për ankthin dhe një ilaç eksperimental rus që quhej Corvalol, i cili supozohej të stabilizonte rrahjet e zemrës. Por më shqetësuese ishte një tjetër gjë që doktori zbuloi. Muftiu kishte filluar të shfaqte shenja të hershme të demencës. Ai harronte emra, përsëriste të njëjtat pyetje, bëhej i dhunshëm pa arsye. Dhe Dr. Marko e dinte se kjo nuk ishte thjesht një problem mjekësor. Kjo ishte një problem politik. Sepse nëse njerëzit e tjerë në byron politike do të mësonin se muftiu po humbte mendjen, ata do ta largonin atë menjëherë. Dhe muftiu e dinte këtë. Prandaj ai I tha doktorit diçka që e bëri atë të kuptonte se sa I rrezikshëm ishte pozicioni I tij. Petro, ti je I vetmi që e di të vërtetën për mua. Dhe kjo do të thotë se ti je ose miku im më I mirë, ose armiku im më I madh. Zgjedh me kujdes. Por Dr. Marko nuk kishte zgjedhje. Ai ishte I burgosur në një marrëdhënie që nuk mund ta linte. Çdo javë, ai shkonte në vilën e muftiut në Dajt për të bërë kontrolle rutinë. Çdo muaj, ai shkruante raporte mjekësore që nuk shkonin në asnjë dosje zyrtare, por ruhen në një kasafort personale në zyrën e muftiut. Dhe çdo herë që ai shkruante një diagnozë të re, ai e dinte se po shkruante diçka që mund ta kushtonte jetën. Sepse muftiu nuk donte që askush të dinte se ai po dobësohej. Ai donte të dukej I fuqishëm, I pakontestueshëm, I pavdekshëm. Por trupi I tij po e tradhtonte. Në vitin 1987, gjendja e muftiut u përkeqësua ndjeshëm. Ai filloi të ketë kriza të shpeshta angjine, dhimbje të forta në gjoks që e detyronin të ndalonte çdo aktivitet për orë të tëra. Ai nuk mund të ngjitej shkallët pa u lodhur. Ai nuk mund të flinte pa marrë pilula gjumi. Ai po bëhej një hije e njeriut që kishte qenë dikur. Dhe Dr. Marko e dinte se fundi po afrohej. Por ai nuk mund t'ia thoshte këtë muftiut, sepse muftiu nuk donte të dëgjonte për vdekje. Ai donte të dëgjonte për shërim, për mrekulli, për mënyra se si mund të jetonte për gjithmonë. Dhe kur doktori u përpoq të ishte I sinqert, muftiu u zemërua aq shumë sa e kërcënoi me arrest. Ti po më thua se un po vdes? Ti po më thua se un jam I dobët? Ti po punon për armiqt e mi, Petro. Ti po përpiqesh të më shkatërrosh. Dhe në atë moment, Dr. Marko kuptoi se ai vet ishte në rrezik. Në shkurt të vitit 1988, Dr. Marko mori një vendim që do ta shpëtonte jetën e tij. Ai filloi të mbante një ditar mjekësor paralel, një ditar që nuk e tregoi kur muftiut. Në atë ditar, ai shkruante çdo simptom, çdo diagnozë, çdo ilaç që jepte. Por ai shkruante edhe diçka tjetër. Ai shkruante për sjelljen e muftiut, për shpërthimet e tij të dhunshme, për momentet kur ai fliste për njerëz që nuk ekzistonin, për herët kur ai akuzonte doktorin se po e helmonte. Dr. Marko e dinte se ky diar mund të ishte prova e tij e vetme nëse diçka do të shkonte keq. Dhe ai e fshehu atë në një vend ku askush nuk do ta kërkonte, në shtëpinë e motrës së tij në Korçë, në një kuti metalike të varrosur në obor. Ai I tha motrës së tij se nëse diçka do t'i ndodhte atij, ajo duhej ta merrte atë kuti dhe ta dorëzonte te Ramiz Alia personalisht. Dhe pastaj ai u kthye në Tiranë, duke ditur se çdo ditë mund të ishte e fundit.
por ai nuk e dinte se Myftiu tashmë kishte vendosur fatin e tij. Në mars të vitit 1988, Myftiu thiri një nga oficerët e grupit të verifikimit dhe i tha, Doktor Marko di shumë. Ai është bërë një rrezik. Gjeni një mënyrë ta heqni atë, por bëjeni të duket si një aksident. A e dini se çfarë ndjeu Doktor Marko kur mësoi për këtë urdhër? A e dini se si ai arriti të shpëtojë nga një fat që kishte goditur dhjetëra të tjerë para tij? Përgjigjja erdhi nga një burim i papritur. Agim Shehu, njeriu që Myftiu e konsideronte si tradhtarin më të madh, kishte mësuar për urdhrin kundër Doktor Markos. Dhe ai vendosi të vepronte. Shehu shkoi personalisht te Ramiz Alia dhe i tregoi gjithçka. Ai i tregoi për gjendjen e vërtet shëndetësore të Myftiut, për demencën e tij në rritje, për urdhrat e tij të çmendur për të eliminuar njerëz që ai i konsideronte si kërcënime. Dhe ai i tha Alis diçka që e bëri atë të kuptonte se situata ishte jashtë kontrollit. Shoku Ramiz, Myftiu nuk është më në gjendje të udhëheqë. Ai po bëhet një rrezik për të gjithë ne. Nëse ne nuk e ndalojmë tani, ai do të shkaktojë një katastrofë. Alia dëgjoi me vëmendje. Ai e dinte se Shehu kishte të drejtë. Ai kishte parë vetë shenjat e dobësisë së Myftiut në mbledhjet e fundit. Por ai e dinte edhe se largimi i Myftiut nuk do të ishte i lehtë. Myftiu kishte ende mbështetje të fortë nga konservatorët e partisë. Ai kishte ende kontroll mbi aparatin e censurës. Dhe ai kishte ende frikën e shumë njerëzve që e dinin se ai mund t'i shkatëronte me një fjalë. Por Alia vendosi se ishte koha për të vepruar. Ai thiri një mbledhje emergjente të byros politike dhe propozoi që Myftiu të largohej nga pozicioni i tij për arsye shëndetësore. Disa anëtar kundërshtuan. Disa thanë se kjo do të ishte një shenjë dobësie. Por shumica votuan në favor. Dhe në prill të vitit 1988, Manush Myftiu u largua zyrtarisht nga pozicioni i zëvendës kryeministrit dhe ministrit të kulturës dhe arsimit. Ai u tha se ishte një dalje në pension me nderime, por të gjithë e dinin të vërtetën. Ai ishte larguar me forcë, sepse ai kishte bërë një rrezik për vetë regjimin që ai kishte shërbyer me kaq zell. Por largimi i Myftiut nga pushteti nuk e ndaloi atë nga përpjekja për të mbajtur kontrollin. Ai vazhdoi të jetonte në vilën e tij në Dajt, të rrethuar nga një numër i vogël besnikësh që ende besonin në të. Ai vazhdoi të shkruante letra drejtuar byros politike, duke kërkuar që vendimet e reja për liberalizimin e censurës të anulohen. Ai vazhdoi të takonte njerëz që vinin ta vizitonin, duke u thënë atyre se tradhtarët po shkatëronin gjithçka që ai kishte ndërtuar. Por askush nuk e dëgjonte më. Bota kishte lëvizur përpara. Muri i Berlinit kishte rënë. Regjimi komunist në Shqipëri po shkatërohej. Dhe Myftiu ishte thjesht një relikt i së kaluarës, një njeri që kishte humbur betejën e tij të fundit. Në dhjetor të vitit 1990, ai pati një krizë të rëndë zemre. Doktor Marko, i cili ende ishte mjeku i tij pavarësisht gjithçkaje, shkoi ta vizitonte. Ai e gjeti Myftiun të shtrirë në shtrat, të dobët, të zbetë, pothuajse të paidentifikueshëm nga njeriu që kishte qenë dikur. Myftiu e pa doktorin dhe i tha me një zë të thyer, Petro, ti ishe i vetmi që më thoje të vërtetën. Dhe unë të ureva për këtë. Por tani e kuptoj. Ti ishe i vetmi mik i vërtet që kisha. Doktor Marko nuk tha asgjë. Ai thjesht e kontrolloi pulsin, i dha ilaçet e nevojshme dhe u largua. Ai e dinte se kjo ishte hera e fundit që do ta shihte Myftiun gjallë. Dhe ai kishte të drejtë. Pak javë më vonë, në janar të vitit 1997, Manush Myftiu ndërroi jetë. Historia e tij kishte mbaruar. Por sekretet e tij jetonin ende. Në vilën e Myftiut në Dajt ekzistonin tunele dhe bunker që as arkitektët zyrtar nuk i njohin edhe sot. Kush i ndërtoi ato në fshehtësi? Ku çonin ato tunele? Dhe pse në ditët e fundit të regjimit Myftiu kontrollonte personalisht ato rrugë evakuimi çdo natë? Garda personale ka mbajtur këto sekrete për më shumë se 3 dekada, por sot flasin për herë të parë. Një nga ishrojat, i cili kërkon të mbetet anonim, tregon se në vilën e Myftiut kishte një rrjet tunelesh që lidhte shtëpinë me 3 pika të ndryshme në qytet. Një tunel çonte drejt Ministrisë së Brendshme. Një tjetër çonte drejt një shtëpie të fshehtë pranë liçenit artificial. Dhe i treti çonte drejt një aeroporti të vogël ushtarak në periferi të Tiranës.
Këto tunele ishin ndërtuar në vitet e 60, në kohën kur Myftiu ishte në kulmin e pushtetit të tij, dhe ato ishin projektuar për një qëllim të vetëm, evakuimin e tij në rast se regjimi do të sulmohej. Por çfarë është më shokuese është se këto tunele nuk ishin vetëm rrugë evakuimi. Ato ishin edhe vende ku Myftiu ruante sekretet e tij më të errëta. Në një nga dhomat e fshehura në tunelin kryesor, oficerët e inteligjencës gjetën në dhjetor të vitit 1990 një arkiv të tërë dokumentesh që Myftiu kishte fshehur nga të gjithë. Dosje me shënime personale për çdo artist që ai kishte censuruar. Letra private që ai kishte shkëmbyer me Enver Hoxhën. Dhe, më e rëndësishmja, një listë e plot e të gjithë atyre që ai kishte urdhëruar të heshnin përgjithmonë. Kjo listë, e njohur tani si lista e zezë e Myftiut, përmban 53 emra. Disa prej tyre janë të njohur, shkrimtar, poet, muzikant që u zhdukën në vitet e 70 dhe 80. Por shumë prej tyre janë ende mister. Emra që askush nuk i njeh, njerëz që duket se nuk kanë ekzistuar kurrë në regjistrat zyrtar. Kush ishin këta njerëz? Çfarë kishin bërë ata që merituan të përfundonin në listën personale të Myftiut? Dhe më e rëndësishmja, çfarë ndodhi me ta? Disa nga familjet e atyre që janë në listë kanë filluar të flasin në vitet e fundit. Një grua e moshuar nga Shkodra, e cila kërkon të mbetet anonime, tregon se babai i saj, një mësues muzike, u arrestua në vitin 1975 pas një denoncimi anonim. Ai u akuzua se po mësonte studentët e tij të luanin muzikë dekadente perëndimore. Ai u dënua me 10 vjet burg dhe vdiq në kampin e Spajt në vitin 1982. Vetëm në vitin 2005, kur dosjet e sigurimit u hapën pjesërisht, familja zbuloi se denoncimi kishte ardhur direkt nga zyra e Myftiut. Babai i saj ishte në listën e zezë, dhe fati i tij ishte vendosur që në momentin kur emri i tij u shkrua atje. Por pse Myftiu e kishte vendosur atë në listë? Çfarë kishte bërë ai që e bëri kaq të rrezikshëm? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e tmerrshme. Ai kishte guxuar të mësonte studentët e tij të mendonin me kokën e tyre. Ai kishte guxuar t'u tregonte atyre se muzika nuk kishte ideologji, se arti nuk kishte kufi, se bukuria nuk mund të kontrollohej nga shteti. Dhe për Myftiun, kjo ishte krimi më i madh i mundshëm. Por jo të gjithë ata që ishin në listën e zezë përfunduan në burg ose u zhdukën. Disa prej tyre arritën të mbjetonin duke u fshehur, duke ndryshuar identitet, duke jetuar në heshtje absolute. Një nga këta njerëz është një ish shkrimtar i quajtur Luan Rama, i cili jeton sot në një fshat të vogël pranë Beratit. Ai pranon të flasë për herë të parë për përvojën e tij. Rama tregon se në vitin 1977 ai kishte shkruar një roman që quhej Hija e Murit, një vepër që fliste për një njeri që jetonte në një shoqëri ku çdo fjalë, çdo mendim, çdo ëndër kontrollohej nga shteti. Romani ishte një alegori e qartë për Shqipërinë e Enverit, dhe Rama e dinte se nëse ai do ta dorëzonte atë për botim, ai do të arrestohej menjëherë. Prandaj ai e fsheu dorëshkrimin në një vend të sigurt dhe nuk foli për të me askën. Por dikush e denoncoi. Dikush që kishte lexuar një fragment të romanit në një takim privat shkoi te sigurimi dhe raportoi. Dhe brenda një jave, emri i Ramës u shfaq në listën e zezë të Myftiut, por Rama kishte fat. Ai kishte një mik në sigurimin e shtetit, një oficer i cili e paralajmëroi atë se po vinte arrestimi. Rama mori dorëshkrimin, e dogji dhe u largua nga Tirana. Ai shkoi në një fshat të largët, ndryshoi emrin, filloi të punonte si bujk dhe jetoi në heshtje absolute për 20 vjet. Ai nuk shkroi më kurrë. Ai nuk foli më kurrë për letërsinë. Ai thjesht mbijetoi. Dhe sot, në moshën 85 vjeç, ai thot, Myftiu më mori gjithçka. Ai më mori zërin, ai më mori identitetin, ai më mori jetën që unë doja të jetoja. Por ai nuk më mori shpirtin. Sepse unë e di se ajo që unë shkrova ishte e vërtetë. Dhe e vërteta nuk vdes kurrë, edhe nëse ajo digjet. Por çfarë ndodhi me vetë Myftiun në ato ditë të fundit? Çfarë mendonte ai kur shihte se gjithçka që ai kishte ndërtuar po shkatërrohej? A kishte ai pendim, apo ai ende besonte se kishte bërë gjën e duhur? Sipas dëshmive të atyre që ishin afër tij, Myftiu kaloi muajt e fundit të jetës së tij në një gjendje të thellë depresioni. Ai nuk fliste shumë. Ai nuk hante shumë. Ai thjesht ulej në bibliotekën e tij, i rrethuar nga librat që ai kishte ndaluar për të tjerët, dhe shikonte nga dritarja drejt Tiranës. Çfarë shihte ai atje?
A shite ai një qytet që ai kishte ndihmuar të ndërtonte, apo një qytet që ai kishte ndihmuar të burgos? A shite ai njerëzit që ecnin në rrugë si qytetar të lirë, apo si viktima të sistemit që ai kishte krijuar? Ne nuk do ta dim kur me siguri. Por ajo që dim është se në një nga ditët e fundit të jetës së tij, myftiu thiri doktor Markos dhe i tha diçka që e bëri doktorin të kuptonte se ai ishte një njeri i thyrë. Petro, unë kam jetuar gjithë jetën time duke besuar se po mbroj diçka të shenjtë. Por tani, kur shoh se çfarë kam bërë, unë nuk jam i sigurt nëse ajo që unë mbrojta ishte e shenjtë, apo ishte thjesht frika ime nga liria. Doktor Marko nuk ju përgjigj. Ai thjesht e pa myftiun, një njeri që dikur kishte qenë kaq i fuqishëm, tani të dobët, të thyrë, të vetmuar. Dhe ai e kuptoi se kjo ishte fundi i një epoke, fundi i një sistemi, fundi i një njeriu që kishte besuar se mund të kontrollonte mendjen e një populli të tërë. Por a mësoi myftiu ndonjë mësim nga jeta e tij? A kuptoi ai se çfarë kishte humbur duke zgjedhur kontrollin mbi lirinë? Apo ai vdiq duke besuar ende se ai kishte bërë gjën e duhur, se ai kishte qenë një hero i socializmit, se historia do ta kujtonte atë me nderim? Për herë të parë në 35 vjet, njeriu që ishte përgjegjës për sigurinë personale të Manush Myftiut pranon të flasë para kamerave. Ajo që ai na tregon për javët e fundit të regjimit do të përmbysë gjithçka që mendoni se dini. Nga bisedat private midis Myftiut dhe Enverit deri te planet e dëshpëruara për të fshehur provat e censurës, deri te momenti kur ata kuptuan se gjithçka kishte mbaruar. Një dëshmi ekskluzive që do t'ju mbaj me frymën pesull. Ky njeri, i quajtur Arben Kola, ishte oficer i lartë i sigurimit të shtetit që punoi drejt për drejt me Myftiun nga viti 1975 deri në vitin 1988. Ai ishte një nga të vetmit njerëz që kishte akses të plot në zyrën private të Myftiut, në vilën e tij në Dajt dhe në tunelet sekrete që lidheshin me to. Ai ishte dëshmitar i bisedave që askush tjetër nuk i dëgjoi, i vendimeve që askush tjetër nuk i pa, i momenteve kur Myftiu ishte plotësisht i vetëm dhe i pambrojtur. Dhe ajo që ai zbulon sot është shokuese. Kola tregon se Myftiu nuk ishte thjesht një burokrat i ftohtë që zbatonte urdhra. Ai ishte një njeri i torturuar nga frika, nga dyshimi, nga bindja se të gjithë po komplotonin kundër tij. Ai flinte vetëm 4 orë në natë. Ai kontrollonte çdo ushqim që hante me një aparat special për të zbuluar helme. Ai ndryshonte kodin e kasafortës së tij çdo javë. Ai mbante një revolet të ngarkuar nën jastëk dhe një tjetër në sirtarin e zyrës. Dhe çdo natë, para se të flinte, ai ecte nëpër tunelet e fshehura nën vilën e tij, duke kontrolluar nëse dikush kishte hyrë atje, duke u siguruar se rrugët e evakuimit ishin ende të hapura. Por çfarë e trembte kaq shumë Myftiun? Nga kush po fshihej ai? Përgjigjja, sipas Kolës, është e thjeshtë dhe e tmerrshme. Ai po fshihej nga vetja e tij. Ai kishte krijuar një sistem kaq të egër, kaq të pamëshirshëm, sa ai vetë kishte filluar të besonte se çdo njeri rreth tij ishte një armik i mundshëm. Ai kishte mësuar njerëzit të tradhtojnë njëri tjetrin, dhe tani ai besonte se të gjithë po tradhtojnë atë. Ai kishte ndërtuar një burg kulturor për një popull të tërë, dhe tani ai vetë ishte i burgosur në atë burg, i paftë të besoj dik, i paftë të relaksoj, i paftë të jetoj. Në muajt e fundit të vitit 1988, Myftiu filloi të bëjë diçka që askush nuk e kishte parë më parë. Ai filloi të shkruante një ditar personal, jo në zyrën e tij, por në një dhomë të fshehtë në tunelin nën vilën e tij. Çdo natë, pas mesnatës, ai zbriste në atë dhomë, ndes një llamp të vogël dhe shkruante për orë të tëra. Askush nuk e dinte se çfarë shkruante ai atje. Askush nuk guxonte ta pyeste. Por Kola, i cili shpesh qëndronte jashtë derës për ta mbrojtur, dëgjonte tingullin e penës që lëvizte mbi letër dhe ndonjëherë dëgjonte edhe diçka tjetër, tingullin e një njeriu që po qante. Po, Manush Myftiu, njeriu që kishte ndaluar Mozartin, njeriu që kishte djegur librat, njeriu që kishte vendosur se çfarë duhej të mendonin shqiptarët për 4 dekada, po qante në errësirë, i vetëm, i frikësuar, i thyrë. Çfarë shkruante ai në atë diar? Çfarë sekretesh po rrëfente ai në ato faqe që askush nuk duhej t'i lexonte kurrë? Ky diar u zbulua vetëm në vitin 2011, kur një ekip arkeologësh që po kërkonte për tunelet e vjetra nën Tiranë gjeti dhomën e fshehtë. Brenda saj, në një kuti metalike të mbyllur me dri, ishte një fletore e vjetër me mbulese të kuqe, plot me shënime të shkruara me dorë. Dhe ajo që ishte shkruar atje ishte më shokuese se çdo gjë që historianët kishin imagjinuar. Myftiu kishte shkruar jo vetëm për frikën e tij, por edhe për pendimin e tij.
Ai kishte shkruar për njerëzit që ai kishte shkatëruar, për artistët që ai kishte censuruar, për librat që ai kishte djegur. Ai kishte shkruar për natën kur ai kishte urdhëruar arrestimin e një poeti të ri që kishte shkruar një varg që Myftiu e kishte konsideruar si subversiv. Ai kishte shkruar se si ai kishte mësuar më vonë se ai poet kishte vdekur në burg, dhe se si ai nuk kishte mundur të harronte fytyrën e tij kur e kishte parë për herë të fundit. Ai kishte shkruar, unë kam bërë gjëra që nuk mund të falen. Unë kam shkatëruar jetë që nuk mund të rikthehen. Unë kam ndërtuar një sistem që ka kthyer një popull të tërë në robër të frikës. Dhe tani, kur shoh se çfarë kam bërë, unë nuk di nëse ajo që unë besoja ishte e vërtetë, apo ishte thjesht një gënjeshtër që unë i thoja vetes për të justifikuar atë që bëja. Por pendimi i Myftiut erdhi shumë vonë. Dhe ai nuk e ndryshoi atë që ai kishte bërë. Ai vazhdoi të jetonte në vilën e tij, i izoluar, i harruar, i braktisur nga të gjithë ata që dikur e kishin frikësuar. Ai nuk kishte më pushtet. Ai nuk kishte më ndikim. Ai ishte thjesht një njeri i vjetër që po priste të vdiste. Por edhe në ato ditë të fundit, ai nuk mund të linte kontrollin. Ai vazhdoi të shkruante letra drejtuar byros politike, duke kërkuar që vendimet e reja për liberalizimin e censurës të anulohen. Ai vazhdoi të takonte njerëzit e pakët që ende vinin ta vizitonin, duke u thënë atyre se tradhtarët po shkatëronin gjithçka që ai kishte ndërtuar. Ai vazhdoi të besonte, ose të përpiqej të besonte, se ai kishte bërë gjën e duhur, se ai kishte qenë një hero i socializmit, se historia do ta kujtonte atë me nderim. Por askush nuk e dëgjonte më. Bota kishte lëvizur përpara. Regjimi komunist në Shqipëri po shkatërohej. Dhe Myftiu ishte thjesht një relikt i së kaluarës, një njeri që kishte humbur betejën e tij të fundit. Në dhjetor të vitit 1996, ai pati një krizë të rëndë zemre. Doktor Marko, i cili ende ishte mjeku i tij pavarësisht gjithçkaje, shkoi ta vizitonte. Ai e gjeti Myftiun të shtrirë në shtrat, të dobët, të zbet, pothuajse të paidentifikueshëm nga njeriu që kishte qenë dikur. Myftiu e pa doktorin dhe i tha me një zë të thyrë, Petro, unë kam jetuar gjithë jetën time duke besuar se po mbroj diçka të shenjtë. Por tani, kur shoh se çfarë kam bërë, unë nuk jam i sigurt nëse ajo që unë mbrojta ishte e shenjtë, apo ishte thjesht frika ime nga liria. Doktor Marko nuk tha asgjë. Ai thjesht e kontrolloi pulsin, i dha ilaçet e nevojshme dhe u largua. Ai e dinte se kjo ishte hera e fundit që do ta shihte Myftiun gjallë. Dhe ai kishte të drejtë. Në 28 janar të vitit 1997, Manush Myftiu ndërroi jetë në vilën e tij në Dajt, i vetëm, i harruar, i braktisur nga të gjithë ata që dikur e kishin frikësuar. Vdekja e tij nuk u shënua me ceremoni të mëdha. Nuk pati fjalime madhështore. Nuk pati varreza shtetërore. Regjimi që ai kishte shërbyer me kaq zell kishte rënë 6 vjet më parë, dhe askush nuk donte të kujtonte njeriun që kishte qenë simboli i censurës më të egër në historinë e Shqipërisë. Trupi i tij u varros në një varrezë të thjeshtë në periferi të Tiranës, pa asnjë shenjë që tregonte se kush ishte ai. Dhe për shumë vite, askush nuk vizitoi varrin e tij. Askush nuk la lule. Askush nuk tha një lutje. Ai ishte harruar, sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Por sekretet e tij nuk vdiqën me të. Ato jetuan ende, të fshehura në arkiva, të mbyllura në dosje, duke pritur të zbulohen. Dhe çdo zbulim i ri na tregon diçka të re për njeriun që vendosi se çfarë duhej të mendonin shqiptarët, njeriun që ndaloi Mozartin, njeriun që dogji librat, njeriun që besonte se kultura duhej të ishte një mjet në duart e pushtetit. Por çfarë ndodhi me dosjet e tij? Çfarë ndodhi me listat e tij të zeza, me raportet e tij sekrete, me të gjitha ato dokumente që ai kishte grumbulluar gjatë 4 dekadave? Kjo është një histori që do të vazhdojë të na mahnisë dhe të na trondit, sepse sekretet e Manush Myftiut nuk janë zbuluar ende plotësisht. Disa prej tyre janë ende të fshehura, të mbyllura në arkiva që nuk janë hapur ende, duke pritur ditën kur dikush do të ketë guximin t'i zbulojë. Por ka një sekret që u zbulua vetëm kohët e fundit, një sekret që ndryshon gjithçka që ne mendonim se dinim për Myftiun. Në vitin 2020, një grup historianësh që po studionin arkivat e sigurimit të shtetit zbuluan një dosje të veçantë me vullën UM0544, e njëjta vulë që Myftiu përdorte për dokumentet e tij më sekrete. Brenda asaj dosjeje ishte një letër e shkruar nga Myftiu personalisht, e datuar 10 dhjetor 1996, vetëm pak javë para vdekjes së tij.
Letra ishte drejtuar Ramiz Alis, por ajo nuk u dërgua kurrë. Ajo u gjet në kasafortën personale të Myftiut, e mbyllur në një zarf të vulosur. Dhe ajo që ishte shkruar atje ishte një rrëfim i plot, një rrëfim që tregonte se Myftiu e dinte saktësisht se çfarë kishte bërë dhe se ai kishte jetuar me atë barë për dekada të tëra. Ai shkruante: "Shoku Ramiz, unë e di se ju mendoni se unë jam një njeri i ftohtë, një njeri pa zemër, një njeri që nuk ndjen asgjë për ata që ai ka shkatëruar. Por ju gaboni. Unë kam ndjerë çdo gjë. Unë kam ndjerë dhimbjen e çdo artisti që unë kam censuruar. Unë kam ndjerë frikën e çdo shkrimtari që unë kam dërguar në burg. Unë kam ndjerë dëshpërimin e çdo familjeje që unë kam shkatëruar. Por unë kam vazhduar të bëj atë që bëja, sepse unë besoja se ishte e nevojshme. Unë besoja se pa kontroll, pa censur, pa disiplinë, populli do të humbte rrugën. Unë besoja se liria ishte një luks që ne nuk mund ta përballojmë. Por tani, kur shoh se çfarë kam bërë, unë kuptoj se unë kam gabuar. Unë kam privuar një popull të tërë nga e drejta për të menduar, për të ndjekur, për të krijuar. Unë kam ndërtuar një burg kulturor që do të na kushtoj gjenerata të tëra. Dhe unë nuk di si ta ndreq këtë. Unë nuk di si të kërkoj falje për atë që kam bërë. Unë vetëm shpresoj se historia do të kuptoj se unë nuk e bëra këtë nga urrejtja, por nga frika. Frika se nëse ne nuk kontrollonim gjithçka, ne do të humbinim gjithçka." Kjo letër, e cila u publikua për herë të parë në vitin 2021, shkaktoi një debat të madh në Shqipëri. Disa thanë se ajo tregonte se Myftiu kishte pasur një moment të vërtet pendimi, se ai kishte kuptuar gabimin e tij, se ai meritonte një farë mëshire nga historia. Të tjerë thanë se ajo ishte thjesht një përpjekje e fundit për të justifikuar atë që ai kishte bërë, se ajo nuk ndryshonte faktin se ai kishte shkatëruar mijëra jetë, se ai nuk meritonte asnjë falje. Por pavarësisht se çfarë mendojnë njerëzit për atë letër, ajo na tregon diçka të rëndësishme për Manush Myftiun. Ajo na tregon se ai nuk ishte thjesht një monster i ftohtë, por një njeri i coptuar nga frika, nga dyshimi, nga bindja se ai po bënte gjën e duhur edhe kur ai e dinte thellë në zemër se po gabonte. Ajo na tregon se sistemi që ai ndërtoi nuk ishte vetëm një sistem i kontrollit, por edhe një sistem i vetë mashtrimit, një sistem ku njerëzit bindeshin veten se ajo që bënin ishte e nevojshme, edhe kur ata e dinin se ishte e gabuar. Dhe ajo na tregon se pasojat e atij sistemi nuk ishin vetëm për ata që u censuruan, por edhe për ata që censuruan. Sepse Myftiu, në fund të fundit, ishte edhe ai një viktimë e sistemit që ai kishte ndërtuar. Ai kishte jetuar gjithë jetën e tij në frikë, në dyshim, në vetmi. Ai kishte humbur aftësinë për të besuar dikë, për të dashur dikë, për të jetuar një jetë normale. Ai kishte bërë një zgjedhje në rini, zgjedhjen për të shërbyer pushtetin, dhe ajo zgjedhje e kishte shkatëruar atë nga brenda. Por çfarë ndodhi me ata që Myftiu kishte shkatëruar? Çfarë ndodhi me artistët, shkrimtarët, muzikantët që ai kishte censuruar, që ai kishte dërguar në burg, që ai kishte fshirë nga historia? Disa prej tyre nuk mbijetuan. Ata vdiqën në kampe, në burg, në ekzil. Emrat e tyre u harruan, veprat e tyre u dogjën, familjet e tyre u shkatëruan. Por të tjerët mbijetuan. Dhe sot, më shumë se 25 vjet pas rënies së regjimit, disa prej tyre janë ende gjallë, dhe ata po flasin për herë të parë për atë që u ndodhi atyre. Një nga këta njerëz është një shkrimtar i quajtur Luan Rama, i cili jeton sot në një fshat të vogël pranë Beratit. Ai tregon se pas rënies së regjimit, ai u kthye në Tiranë dhe u përpoq të gjente dorëshkrimin e romanit që ai kishte shkruar në vitet e 70, romani që e kishte vendosur në listën e zezë të Myftiut. Ai shkoi në arkivat e sigurimit të shtetit, kërkoi në dosjet e vjetra, pyeti njerëzit që kishin punuar atje. Por askush nuk e dinte se ku ishte ai dorëshkrim. Ai kishte zhdukur, sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Rama thot se ai nuk e ka rishkruar kurrë atë roman. Ai thot se ai nuk mund ta rishkruaj, sepse ai nuk është më i njëjti njeri që e shkroi atë. Ai thot se Myftiu nuk i mori vetëm dorëshkrimin, por edhe një pjesë të shpirtit të tij, pjesën që besonte se arti mund të ndryshonte botën, pjesën që besonte se e vërteta mund të fitonte. Por ai thot edhe diçka tjetër. Ai thot se pavarësisht gjithçkaje që Myftiu bëri, pavarësisht gjithë dhimbjes që ai shkaktoi, ai nuk arriti ta shkatërrojë shpirtin e popullit shqiptar. Ai nuk arriti ta shkatërrojë dëshirën për liri, dëshirën për bukuri, dëshirën për të menduar me kokën e vet. Ai ndërtoi një burg kulturor që zgjati 4 dekada, por ai burg u rrëzua, sikur çdo burg tjetër.
Dhe sot, më shumë se 25 vjet pas rënies së regjimit, Shqipëria është një vend i lirë, një vend ku njerëzit mund të lexojnë çfarë duan, të dëgjojnë çfarë duan, të mendojnë çfarë duan. Dhe kjo është fitoria më e madhe kundër Manush Muftiut dhe gjithçkaje që ai përfaqësonte. Pas rënies së regjimit komunist në vitin 1991, Shqipëria filloi një proces të gjatë dhe të dhimbshëm të përballen me të kaluarën e saj. Arkivat e sigurimit të shtetit u hapën pjesërisht, dosjet e censorëve u zbuluan, emrat e atyre që kishin vuajtur filluan të dilnin në dritë. Dhe ndërsa ato emra dilnin, filloi të bëhej e qartë se sa i thellë kishte qenë dëmi që Manush Muftiu dhe sistemi i tij kishin shkaktuar. Mijëra artistë, shkrimtar, muzikant kishin qenë të censuruar, qindra kishin qenë të burgosur, dhjetëra kishin humbur jetën. Një gjenerat e tërë kishte rritur në një botë ku liria e mendimit ishte një krim, ku bukuria ishte e dyshimt, ku arti duhej të shërbente vetëm pushtetin. Por ndërsa Shqipëria po përballet me të kaluarën, ajo po ndërton edhe të ardhmen. Sot, më shumë se 25 vjet pas rënies së regjimit, Shqipëria ka një skenë kulturore të gjallë dhe të larmishme. Ka shkrimtarë që shkruajnë për çdo temë që duan. Ka muzikantë që luajnë çdo lloj muzike që duan. Ka artistë që krijojnë vepra që sfidojnë, që provokojnë, që bëjnë njerëzit të mendojnë. Dhe ka një gjenerat të re që nuk e ka njohur kur censurën, që nuk e ka njohur kur frikën, që nuk e ka njohur kur atë që ishte të jetosh në një burg kulturor. Kjo gjenerat e re është trashëgimia e vërtetë e luftës kundër Manush Muftiut dhe gjithçkaje që ai përfaqësonte. Ata janë prova se liria nuk mund të shtypë përgjithmonë, se e vërteta nuk mund të fshihet përgjithmonë, se shpirti njerëzor nuk mund të burgoset përgjithmonë. Por ka ende pyetje që mbeten pa përgjigje. Ka ende sekrete që nuk janë zbuluar. Ka ende dosje që nuk janë hapur. Ka ende njerëz që nuk kanë folur. Dhe ka ende një debat të madh në Shqipëri për atë se si duhet të kujtojmë Manush Muftiun dhe njerëzit si ai. A duhet t'i kujtojmë ata si monstra, si kriminal që shkatëruan jetë dhe shkatëruan shpirtëra? Apo duhet t'i kujtojmë ata si njerëz të copëtuar, si viktima të një sistemi që i bëri të besonin se ajo që bënin ishte e nevojshme? A duhet t'i gjykojmë ata me ashpërsinë që ata meritojnë, apo duhet t'i kuptojmë ata me mëshirën që ata nuk e treguan kur për të tjerët? Këto janë pyetje të vështira, pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta. Por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë, sepse vetëm duke i bërë ato ne mund të kuptojmë vërtet se çfarë ndodhi në Shqipërinë e Enver Hoxhës, dhe vetëm duke i kuptuar ato ne mund të sigurohemi se ato nuk do të përsëriten kur më. Sepse historia e Manush Muftiut nuk është vetëm një histori për një njeri, ose për një regjim, ose për një vend. Është një histori për atë që ndodh kur frika bëhet më e fuqishme se liria, kur kontrolli bëhet më i rëndësishëm se krijimtaria, kur pushteti bëhet më i vlefshëm se e vërteta. Dhe është një histori që ne duhet ta kujtojmë, jo për të ushqyer urrëtitjen, por për të mësuar nga e kaluara dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Ndoshta sekreti më i madh i Manush Muftiut nuk është ajo që ai bëri, por ajo që ai nuk bëri. Ai nuk kërkoi kur falje. Ai nuk pranoi kur publikisht se ai kishte gabuar. Ai nuk u përpoq kur të ndrejtë dëmin që ai kishte shkaktuar. Ai jetoi dhe vdiq duke besuar, ose duke u përpjekur të besonte, se ai kishte bërë gjën e duhur. Dhe kjo, ndoshta, është tragjedia më e madhe e jetës së tij. Jo se ai bëri gjëra të tmerrshme, por se ai nuk arriti kur të kuptonte vërtet se sa të tmerrshme ishin ato gjëra. Ai jetoi në një botë të vetë mashtrimit, një botë ku ai besonte se po mbrojte diçka të shenjtë, kur në realitet ai po shkatëronte diçka të bukur. Ai besonte se po ndërtonte një shoqëri më të mirë, kur në realitet ai po ndërtonte një burg. Ai besonte se po shërbente popullin, kur në realitet ai po e robëronte atë. Dhe ai vdiq pa kuptuar kur këtë të vërtetë, ose të paktën pa pranuar kur publikisht këtë të vërtetë. Dhe kjo është mësimi më i rëndësishëm që ne mund të mësojmë nga historia e tij, se vetë mashtrimi është armiku më i madh i së vërtetës, se bindja se ne po bëjmë gjën e duhur nuk na justifikon kur ne po bëjmë gjën e gabuar, se pushteti pa përgjegjësi është rruga më e sigurt drejt tiranisë. Të nderuar shikues, nëse keni ndjekur këtë histori tragjike deri në fund, shkruani në komente nga cili qytet jeni. Na është e rëndësishme të dimë se ku Manush Muftiu ende kujtohet. Dhe abonohuni në kanal për të mos humbur të vërtetën për idhujt e historisë.